Përshëndetje të gjithëve. Sot do përgatisim një kek që nuk të zhgënjen kurrë. Butësia e tij perfekte, shija e paharrueshme. Sekreti kos ara dhe miell semolina. Gatuhet lehtë, por hahet edhe më shpejt, po se provove se ke iden se çfarë humb. Fillojmë nga puna. Ky është mielli semolina dhe ka mbushur një gotë. Në një tas shtojmë 3 vezë. Një bustin vanilje, masat po ja u jap edhe me gramatura, por edhe me masa kuzhine. Një gotë me sheqer, që janë diku te 180 gram sheqer, i përziejmë me mikser elektrik për gati 5 minuta derisa vezët të shkumohen dhe të zbardhen. Shtoj 1 filxhan kafeje me vaj, një gotë 200 ml me kos. Në këtë moment largojmë rasin elektrik dhe çdo gjë do ta përfundojmë me dorë, me një përzierës vezësh. Ky është mielli semolina, peshon pak më shumë nga mielli i zakonshëm dhe një gotë mban 150 gram. Një lugë kafeje me sodë buke. Fillojmë të sitim miellin e zakonshëm, do shtojmë një gotë e gjysmë me miell dhe janë 150 gram miell. Mielli i zakonshëm, gota 200 ml, mban 100 gram miell. Shtuam një gotë me arra. Do marrim edhe gjysmën e gotës me miell. Shtuam një gotë më para me miell, shtojmë edhe gjysmën e gotës. Dhe në total ky kek ka një gotë me miell semolina dhe një gotë e gjysmë me miell të zakonshëm. E përzijem kekun, kam përgatitur një formë keku, perimetri i së cilës është 26 cm. Vendosim brumin e kekut, pa i shtuar asnjë gjë tjetër, do ta pjekim për 40 minuta në 170 gradë. Dhe ja keku i sapo pjekur, gjithmonë trekuesi i pjekjes së kekut është kunja e dhëmbe, nëse del e pastër, atëherë keku ka kulluar. E vendosëm në pjatë kekun, i shtojmë një lugë me mjaltë sipër, me qëllim që të ngjitin kokosi. Do t'i shtoj sipër kokos të bluar. Jo vetëm që deli bukur, por ka edhe shije. Mund ta prisni në formën që ju dëshironi, në rombe, por unë sot po e pres në formë trekëndshi. Ja dhe keku im me kos, arra dhe semolina. I butë, i lagësht dhe me një shije që nuk harrohet. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të shtypni butonin e zilës për më shumë receta të shijshme si kjo. Faleminderit që ishit me mua dhe shihemi në videon tjetër.